Përshëndetje të gjithëve. Jeni me emisionin Mrena Jashtë. Është emisioni kur sa mendoni që jena mrena, jena shumë jashtë. Por bashkë kur mendoni që jena jashtë, jena pak ma mrena si që duket. Me mu në studio është një person të cilit i është përmendur emri në media nështë ma shumë se Pedri Hamzës, nështë ma shumë se Lumiri, se për amushën sigurt, as nuk e diskutoj. Një djalë i ri që ka studiu shkencat politike veç për me kuptu që politika nuk ka të bëj me shkencën, të paktën në Kosovë po flas. Entuziast, i drejt dhe patriot. Jo tash që adin e ka kap armën në dorë e ka luftu, po njeri mundet me kap edhe lapsin në dorë, nëherë edhe tastaturën, edhe me luftu gabimshmërinë. Fjalë e rehja. Sot është pjesë e Kosova Democratic Institute dhe me vëzhgime të thukta për cilën mbarvajtjen e institucioneve publike në Kosovë. Me mua në studio, Eugen Cakolli, mirë se vjen Eugen. Mirë se gjej, faleminderit shumë për ftesën edhe për këtë elaborimin. Mos ja huqa nëjse? Nashta te pjesa e citimit, tash shpesh bujmë majgare që këto citimet tona janë veç kur ata s'folin. Kështu që sa më shumë që folim na i bjen s'kam foli ata ose edhe ana sjellta se s'po di më shumë nuk vetë keq se sa mirë, po metet me u pa mas çdo vjetëve. Krejt mas ne qyshe shfrytëzën ti, a bo është deputet mas ne, a presidenta. Që është përmënej prej akuzave ma të shpeshta që të bojnë kur folë shumë është venin kujt për me janë zonë. Ta shëshnisje jo një është e pritshme se e para njerës që të lodhen me qa kena, edhe dyta menojnë që gjithësysh dush me një politik nëse del me folë. Normal. Pjesërisht edhe për fajnë kolegëve ish kolegëve të mi, që ka njëherë sektorin e kanë shfrytzuar si trampolin, po në mirë, po mohë me japet sape. Bile kanë bo diçka me jetë paktën nuk e diju në ndoshta. Kom një pyetje të parë, është pak sfiduese. A den me më kallëzu, çka kanë të përbashkët, zgjedhjet në Kosovë dhe seriali 100 vitrina? Paj, kështu me qeni sinqert, e përbashkëta kryesore është që e sheh epizodin e njëjtë vetë se e ka numrin ndryshe. Të na zgjedhjet, bile për një seriali 100 vitrina të pak të nuk kry, të na s'kena prospektas që i krymë. Të na, kur mohën zgjedhjet, për dalim për i veneve tjera ku diskutohet, okej, hajde tash t'i bujmë institucionet mas tyne, të na, qatë ditë që mohën zgjedhjet, janë 20 menu kur për i marim tjera. Qysh pe bim punën, që t'i marim edhe një parë zgjedhje, e përgjithaj bile për një mas zhudës, nuk besoj që kena sport tjetër këmbëtar, cilin e kena edhe ma për zemër, e cilin knoqemi edhe e shihojmë kështu edhe si qytetarët për fat keq. Unë isha bo zgjedhjet tamam kështu me shtin kalendar dhe me bo një lloj pushimi ose një lloj që me thonë përvjetori i zgjedhjeve të shumta, po nejse mos të bojmë se amon na kanë ardhur çto zgjedhjet, po s'kena çare pa dalë edhe në tjerat nëse bojnë. Apo më tregon Eugen kur politikanët thonë po punojnë për stabilitet. A flasin për stabilitet politik, a flasin për stabilitetin e tyne emocional? Po më doke që kam pak probleme me emocion. Paj, tuta jam është drejnë që se kanë as njënën as tjetërën. Kur folin për stabilitet e kanë personal e në raste caktume që shkën ka pjesa financiare. Kosova është vend stabil, po me kon stabil nuk është mirë. Për shkak se na që sheshojmë, jo na në këtë rast politikanë tonë, që sheshojmë stabilitetin është me metë shumë vend numrim. Me metë që aty ku janë nisë edhe me thonë unë jam okej, qëto s'po du as ma naltë as ma poshtë. E që kur je qëto pak konformist, rreziku është që seckur, edhe për që ata jena që jena, kena pas një progres, edhe ja kemi nisë me unë sot këmod e rahat me qa kena, që është me ne i gabim shumë i madhë. Ajo është, muna me bo krahasimin edhe me thonë që shumica politikanëve nështë e meritojnë një vend punës që rrën 20 vjetë që aty në tavolinë dhe kryjnë transakcione edhe jetën shpe? E para, shumica politikanëve në Kosovë, politikën e kanë tamam profesion, kuptimin që jashtë politikës nuk mundesh me i pa të u marrë me diçka tjetër, heke pjesën e biznesit normalisht që është në vetvete bashkë. Po foli për mungesë ka njerë edhe të profilizimeve në politikë, njerëz profesionista s'kan fort interes. Kështu që ata cilët fillojnë po menej me folë për këtë pjesën që e përmenit ti, ma shumë ma krijojnë përshtypjen që e kam veç përpjekjen okej, të menoj që politikën si profesion edhe si një farë transakcioni ku çka do që unë jap sot do të më marr nesër, jo ma larg.
E që në politikë funksionon kështu, jo veç në Kosovë, po përvoja gjithkund në rajon edhe ma gjën, kallëzën që në politikë investimi është shumë afatgjatë. Dush me llogarit sikur kur ja fatizon do pare, i merr mas 10 vjete nëse do me marr diçka. Më është me marr nesër më, po s'ja vlen me ja fatizu 10.000 euro për me marr 10 euro. Ja. Tash kështu për me përkthy në terma pak financiar, kështu që edhe na problemi është që presin sot për nesër. Nuk e shohin politikën si maraton, nuk e shohin si angazhim, që është më e keqja. Edhe që ata jemi në pikën ku në Kosovë, për dallim prej shoqënive, po them jo veç në tranzicion, po nashta gati se të zhvillume, partitë politike janë institucioni mas pak i besuar. Pra kur i thu dikujt partia politike ka thonë që tash është mesnat, edhe nëse është ora 12, dikush ka me qelë drejtori, më thonë jo ka dalë të mëne edhe njerëz. Se kam mundet me dalë mundet me konë edhe për sa ka folë kjo. A menon që çdo partitë politike kur nuk pajtohen mes vetë që është 99% të kohës, a vjen si rezultat i ideologjive të ndryshme apo që kush nuk ka qef mullin qatë karrikën e dynë, qatë karrikën ma të vogël? Unë besoj që problemi është që ja ka nisë njerëz me dosh me kanë karrikë dytë jo në të parën. Pra, na të më rri në pikën drejt ku njerëz po dojnë mos me pas përgjësi, po dojnë me kanë pjesë e këtij, ama jo s'po duaj pari. Me hangër gaga. Po rri unë anash edhe unë japi kontributin tim që s'ka sens dorën zemër, po në anën tjetër, bindja jam e thellë është që në politikë e para nëse nuk i ambicie për me kanë jo veç i pari, po për me kanë larg i pari, besoj e ke huq edhe zanatin edhe profilin. Kështu që unë menoj që kur partitë folin për këtë interesin ma publiku, vlerësimi jam të paktën me çka kemi provu deri sot, është që janë të menu what's in it for me, qa unë përfitoj njerëve të kësaj situate. E tani, ai që thënë nëse jetë diçka për të tjerë, okay, pse jo, po për ndryshe, fatkeqësisht përvoja e 20 vjetëve të fundit, e në veçanti nashta mas pavarësisë, ka kallëzu që nuk është që kam pas asnjëherë as fort publik kuptimin e interesit, angazhimin, e në anën tjetër as nuk e kam pas shumë në funksion qytetarëve. Tash, kur i shep se s'po merrën vesh, e kupton që arsyeja kryesore pse s'merrën vesh është se s'dojnë qytetarët mi po të marrë vesh. Po partitë na kena mri në pikën ku nuk keq kur gjë vëlla mi pa dy njerëz të marrë vesh. Po tash kur e demonizon idenë e marrëveshjes, kur ti arrin në pikën ku thu mu marrë vesh nuk ka vlerë, është antivlerë, njerëz janë nisin me thonë jo, se mi pa njerëz ul bashk, dhe djau shajtën. E këtu kanë kontribu vetë partitë. Se kur nuk ndodh, sikur te na, të paktën unë si për masa, me një të ushat të njëjtit politikan të akuzu për tradhtare, spione, patriote, jo patriot, me cilin ose ke bashkëpunu deri dje, ose fell, e nashta mas perdeve, din që mandatin tjetër kemi qeverisë bashkë me të. Kështu që është arsyeja pse na kemi rrinë pikën ku më kërkush si beson kërkujt. E për ideologji, besoj që nëse i vet partit, ja u bën 3 pyetje ideologjike, e kupton që ose se din që është ideologjia kështu si profil, ose në anën tjetër thonë ja, na im majt, s'ka lidhje, privatizos s'ka problem. Ose jem djath, po jep shtesa, s'ka lidhje. Para menoj. Pi bjen në tash qartëso ma pak se shumë zgjedhje, shumë mos pajtime, shumë drejtime të gishtrave, jo ky e ka keq, ky e ka keq. A jena tash na pak peng i egoizmit politikanëve apo peng i ignorancës kolektive nëse muj me qujt? Ignorancë. Nashta ma shumë e dyta. Me para që e dyta. Ideja është unë me atë sa këm pas mundësi me i pa mënyrën që kam funksionu parti, e shpesher të kam pjesë e monitorimit të institucioneve, që nuk është jenë qaq keq me raporte që është paraqitën në deklarata, në statuse, në postime e tjera. Besoj që kanë arrit me i bind publikun që për një me situata është bardhëzi, edhe neve nga ka kapë që ignoranca kolektive me një farë dozët histerisë aty, ku njerës janë nisin më me thonë, jo, ka talë se të veç keq është, ose veç miru kanë. Nuk e menojnë që jo, ka dhe keq, po ka dhe mirë, se është bardhëzi kur kënë. Bën me konë dyjat. Absolutisht. Po me aspiru për të parën, është hala ma mirë. Cila ke e para tash? Po zisht, tash me e para që e dyta që të thëmë. Ideja është që na vetë i kena fajet, me pak fjallë. Na populli i ka fajet. Po, për shkak se nëse qytetarët janë nis me lypë edhe me rrit pak standardin, edhe nëse janë nis kërkesat mi pos pak ma parimore, edhe pse s'po pres prej shumicës së qytetarëve me analizu deri në detaje nashta që bojmë
na ose që bojnë vetë partit. Por në anën tjetër, problemi është që njerëz kur fillojnë me besu që gjithçka është e para ose e dyta që e tha më herët, kena me mri edhe fatkeqësisht gati kena mri në pikën ku masanej nuk ka fort as dozë të vlerësimit kritik as për njërin as për tjetrën. Pra, nëse thot lideri X, sot është të ra borë, për krahas të ty në kam thënë borë është të ra, veç juve tjerëve është të ju do kështë O, kaf në marrën e dardalecën, në anën tjetër, nëse ata thonë një mërë është djell, këta tjerë kam thonë një arsye pse ata kanë thonë që është borë, është se ata po dojnë me bo lugës se diçka e ngjashme, edhe masanej që është këgja problem. Se është një parë si mume, ose ku niveli i arsimit nuk është i kënaqshëm sa duhet me kanë, mungon që elementi i vlerësimit pa kritik. Edhe më thonë një kalal vetë çeli dritarën qyra ato robor. Të besoj ty as ty, po është konspiracion për shembull nëse unë them që kjo bëhet me qëllim që me lulëzu politika e tyne në këtë rast ose mënyra që shëbojnë politikën? Absolutisht po, se nuk ka sens ndryshe, nuk ka interes ma strategjik në kuptimin ma të keq të mundshëm të fjalës, që sa me pas një masë publike cila as nuk të sfidon, as nuk të kritikon, edhe mbi gjitha që ka interes që me pas një farë transaksioni edhe ata me politikën që okej, unë rri urt, unë nuk dal me folë shumë, për sa kohë që shteti ka njerë këto thrima që ajesin, i kthen ka onë qof me najfar 100 euro, qof me najfar skeme tjetër. Është ma letë me gjetë pak rregullsi në zgjedhje, apo me gjetë dy parti që për një me e pëlqej njëna? E para, nuk ka parti në Kosovë që se pëlqej njëna tjetrën. Ka parti që rrenjë që se pëlqej njëna tjetrën. Për një me e kia. Po përndryshe s'ka parti që se pëlqej njëna tjetrën. Tash, te na dallimi është kanë tentu me bo qëndror, po jo që në nivel qëndror jo. Pyetja janë për cilën do për krahas të partive sare që mbjerën folë është, ama një parti me cilën nuk e ka njëherë në koalicion që është nivel qëndror ose. Tash nëse ti e kanë me krejt partit, secila me secilën në çfarëdo formati, i bën që veç në nivelin qendror ka afru fort interesi, ose ke dasht me shty edhe pak që nevojën për me pas bashkëpunim. E dyta, tash në anën tjetër, unë mendoj që zgjedhjet në Kosovë nuk kanë parregullsi në ditën e zgjedhjeve. Për dallim prej vendeve tjera ku këtë parregullsi tentojnë me ndodh në ditën e zgjedhjeve, te na ose ndodhin shumë para ditës zgjedhjeve ku janë nisin mu marrë vesh ose ndodhin mas ditës zgjedhjeve. Që kështë e pa me dhe herën e fundit? Që kena pa më plët herë të fundit dorën zemër. Ne kena pa më dallimin në këto zgjedhje ke që i patëm 200.000 vota të keqpërdorta të kandidatëve, po në anë tjetër nuk është që u kanë ma mirë në 2019 në 2021. Okej, po e pse që kjo ka pas ma shumë jehon, ma shumë... Tash e para ka pas jehon, arsyeja pse ka pas jehon është për shkak të dallimit shumë të madh në vota mes kandidatëve. Ekziston një farë sekreti publik që gjithë u vjedh, po u vjedh po një mesatarisht që kërkush mos me dëmtu shumë të tjetrin. Po. Në këtë rast, kena pas 3-4% vota. Tash dikush që i pat 15.000 vota, kur ju rinumru, i dolen 3.000, dhe ti thu ka dalë se diçka su ka në mirë që aty. Edhe tjetra ka të bëj me faktin që te na, qysh është ajo shpreja e vjetër që thotë nuk ka rëndësi kush voton, po kush numëron. Edhe te na i na bin që për një me ka shumë rëndësi kush numëron. Se në 2019 kena pas kandidate për deputete që kur u rinumru dhe kur u gjet një farë skeme ka hub mandatin. 2021 kena pas kandidat e bile deputet të zgjedhur që e ka akuzu partinë e vet, që i kena një 30.000 vota që s'u dashmi pas bashkëshortë se s'ka sens që kjo. E në 2025 kështu e pa më thanë okej, jam morën dorën se i majtën dy parë zgjedhje me një sistem. E thanë okej, jo ka dalë se na po dënimi marrë zgjedhjet për vitria, super, vazhdoni opini. Vazhdo një shion e natën e vitit 30 të nesërmën, lena neve të numrojmë, s'ka lidhje, kamera, po kush i këshyr kamerat? Veç, adin shumë shpesh e qes vetën që aty afer edhe mënyra qysh e bën qatë manipulimin, qysh dohet me kombe pak, nëse muj me zgjedh fjallën ma të but, pak i paftyr? A ka gjaj paftyr? Jo, ata janë shumë të paftyr, po çka është problemi është që përveç se këta janë paftyr, janë edhe ata tjerë nga ty, nëse çdo keqpërdorime s'ndodhin vetë. S'muj unë nëse na jemi se çdo 5 veta dhe kena një kuti dhe nëse na përfaqësojmë të paktën politikisht interesa të ndryshme, unë nuk më i vjedh nëse ju mleni. Qoftë edhe të mijat, se s'ka lidhje. Po, një bile duhet me dalë që e aty çka kemi bën pipit. E çka kemi bërë aty kur kush jo që s'ka vendosur mi ra pipit, për këtë kanë thonë
jo që masi ju dy, po vjedhën, po vjedhë edhe unë. Vesh ama tallin. Edhe ne kena pak si shoqëni, bile që domos që është shtresa e komisionerëve, kanë njerë me japin përshtypjen që veç për mu duk mirë para shefit. Ne kena kështu këtë farë idenë që shef një 50 ekipi me, nashta heci ka shtu, pa e din që Edhe me bile merr një farë plusit. E merr një farë plusit që nesër mas nesër se din ku mrin. Po për mu që di u kanë, qysh është e mundur ndikush me besu që i vjedh 10.000 vota edhe s'nximesh. Nuk ka, po se ka be asnjë matematik, nashta asnjë vëzhgus nuk ka. Edhe nashta kur kush tjetër jashtëm si she. Po veç ata kandidat që asoj komune dim tash, nëse te një shok edhe din që s'ka fort potencial, edhe e ato të uen që tash me një maj bah, ma triun, të thu jo ka dalë se së mirë diçka. E le më kur ki interes kur jetu garu për një të pozitë. Kështu që për mu është e çuditshme edhe rast studimi, me mujt me dit, qa ju ka thonë menja, se mos do që ty në kandidatve që pështuën për mira vota, që mujnë me bo keq qëto, me ja hedhë kështu paq, edhe qarë me aki, që me dalë me thonë, sa nësë shkjo se di, ja s'di sa mu mishtu një 8.000 vota mua, una, ja nësë jëmë kongë këtu. Ja, bile që atër për mdo këtë kam bo kërë në më dalë në pauzë. Unë këm një që për i nati, se ke qarkulloj ke qaj deklarimi që për i nati mi kanë shtu votat, unë këm një për i nati me t'i vjedhë. Me t'i vjedhë gjithësisht për i nati. Ama për i nati me t'i shtu edhe për t'i shte një 3-4.000, 5.000, nuk këm një, po të na që ka s'po bën vakibrin edhe... Për derisa jena t'u posë që ka shpesh zgjedhim mundet me kohën edhe ajo. Ma herët e folëm, a ka me pas zgjedhje, a s'ka me pas, kjo është pjesë ma e fellë, është ma e gjatë me diskutu, po besoj që fjallë në vazhdim, që kom e ti thonë, kena me i ndëgju edhe në këto zgjedhje ose fushat zgjedhore. Pra, i kom disa shpreje që i përdorin politikanët shpesh. Unë po e lexoj një, edhe me pak fjallë, përkthema në këtë zhargonin e përditshëm që na folim edhe kur s'janë kamerat, edhe kur janë në mahall të nejtë qëllë. Okej, shpreja parë është, interesi shtetit është mbi të gjitha. E para, fatmirësisht, unë edhe ata që i një s'folin as në mahall, as nuk folin ish për si tema, edhe kjo kallëzën që shoqënia edhe pse është deri në një mos e politizuar nuk është janin. Tash kur folet interesi i përgjithshëm, për me kuptu publiku i bjen qa muj unë edhe partia me përfitu për kësaj pune. Nuk është kur publik është veç saj rrok ata. Se dej sot kanë kallëzu që me pas për publikën, na nuk shëmoj 3-14 polë zgjedhje për 10 vjetë. Kështu që se besoj që javlin. Kemi vija të kuqe për këtë parti? Kjo i bjen drinë me thonë që kjo parti do të me mlut edhe pak, ose po pres veç edhe pak dhe i të kalën në situatë tjetër së në ku me hi qëto gjithësush. Bile nëse mëj qëtu, është interesante në Kosovë. Krejt partit që kanë thonë këm vijat kuqe për dikën, so ma shumë që i kanë sforcu qëto vijat e kuqe që kanë njerë janë të pembes, janë bashkë kuqe, me qatë parti kanë përfundu në koalicion. Kështu që edhe të na, nëse një parti të thonë këm vijat kuqe për qëto, është vishë të këshur me rrit pak pazarin që herën tjetër ose nashta edhe qatë herë me i bashkë me të. Po punojmë për stabilitet. Po kjo i bjen, po punoj që unë mos me hek keq. Jo, mos me hek unë e keq, për shkak se qysh e tham edhe ma herët, stabiliteti nuk është kur për shoqëninë. Se shoqënia stabile, a këpona se marrën vesh që s'ka institucione. Një vjet nuk patëm institucione, këtë shteti kem pauzë dhe kur kush se merr ke vesh. Bilesh ajo farë paton një ministër një herë që një ditë, veç me u qu në mëngjes administrata, kompleksitë, 50% e tyri me thonë, që s'po shkojmë punësët. Kur kush se merr vesh, përveç njerëzve ku ata hajnë drejt. Kur kush tjetër se merr vesh. Veç nuk i shojnë në kafe ose në restoran. Në kuptim funksionimit të institucioneve, kejt, super është, as që merret vesh. Se të na i ki një 6 zyrtar për media, një 3 zyrtar të fotokopjes, një 4 zyrtar të naltë për diçka, shofer ashensori. Katastrofë, për që ata s'merret vesh, stabilitetit, na jena shumë stabil, ata s'jënë, e kur ata janë nisin me përmeni, pjen jënë të lypë stabilitet për rritë. Kur t'i hupin zgjedhjet zakonisht është kjo. Ky është vullneti i qytetarëve dhe ne e respektojmë. Tash, këtu janë dy anë të medaljes. E parën me ne për një metë na e respektojnë që të vullnetin në qytetarëve dhe respektojnë jo pse po dojmë, po pse s'kanë qare, se të na rezultati u kanë gjithë këgjaj thellë. Nëse mrim në pikën sikur do vende tjera ku rezultati është shumë i ngushtë, kime po që nuk është bashkë që kanë me respektu qatë vullnet qytetarëve, edhe kena parë në plot raste që anulohen gjithë janë 20-30.000 vota që ato janë vullneti i qytetarëve. Kështu që
Te na, bindja jam është që kur folim për respektin vullnetit i qytetarëve është se rezultati është fort i paçt. Kuptimi dihet kush është i pari, dihet kush është i dyti, i treti, i katërti. Po nëse janë nis dikush me kon, a pe kalon as pe kalon pragun, apo është i pari a i dyti, kena me pa që rezultatet s'kan mu pranu me një cilësie si drejt tash. Çka don me thonë kur politikanë thonë duhet konsensus politik, edhe me kësi lafe. Me kon kështu shumë i sinqert, me ne i bjen, hajde bre lutëm edhe pak. Njëtë e vija kuqe veç tjetër shpreje. Veç dallimi te vija te kuqe është unë do të më ardh me t'lu ty, e te konsensusi është hajde bëmë edhe pak qefin, hajde se nga t'jena, se... Lutëm edhe pak, lutëm. Tash konsensusi, e para term fortigjon, konsensusi bjen mu marrë vesh krejt. E nuk ka nevoj mu marrë vesh krejt. Duhet na herë dikush me kon kundër, po te na dallimi është s'dush me kon kundër veç për me kon kundër, dush me pas një arsye. Normal. Ke ideja që asoj profilit ideologjik, tu unë jam kundër për shkak se besoj 1, 2, 3. Po jo unë jam kundër se ti je për. Ja tani çashtu përfundojmë të përmend çaq shumë konsensusin, saqë njerëz nuk janë nisur më mi besu edhe kur s'merren vesh për kur gjë. Edhe i hup edhe vlera fjalës konsensus këtë rast. Nëse situata në politikën në Kosovë i shkon loj e fëmijëve, si maha, klikera, sheftas, çka do. Cila loj do t'ishte ajo? Më shtine me u kthy qa këm lujt, u shem kanë ma e rizë se di ki kejtë në telefon, po... Na i loj që i përshtatët, se di që shuj na kena qujtë Viktori, ku dikush hinë Ka njerë me prej? Jo, dikush hinë mbro në 2 veta i shitojnë gjithë vesh njejtit. Tash te na, politika u bo ku na e dim kush është mbrojt, e që s'jen as njani pe këtyne. Edhe dia këta thonë, okej, hajde veç përshitojmë sa kena hes shëtu. Bile, tani nëse këthejmë lojt, te na politikanë janë ai që më fund e merë topin thëtë, as për lujna hesh. Pa jetë në shpilë, as për lujna hesh, na? Edhe ju keni marrë me mlu të shpia, edhe në të me shku me tira ashtu dren, hajde shenë atë të pritë, që ashtu i kemë po besën na dhe politikë. Unë të e menu, dje të e bojë që të pytje edhe menoj isha, thash, a është kjo pak si më sheftas, po nëse përgjithësia i kish më shelë sytë, edhe i kish lyp politikan, se ketë ikim për përgjithësis, ketë më shefën për përgjithësis. Që, po, veç mënej tash, generatat pakten e jonë, ja pat nis me shpik loja për më do këma ndryshe se tjera, për shumë, ja kemi nis me lyp kile me top. Po, kilja po, edhe ja këna ashtu të na, ideja është që ashtu funksionu diçka që është u shku mirë në Kosovë, që ato këshyrin me ndryshu, edhe ja ashtu një diçka që është përgja e parënësishme. Të na, po, lymë kile me top. Edhe në fund dikush e shiton topin, tjerë shkoj me lyp. Vjen të kojshia, tash me thën topin, edhe shiminimi. Eugen, tash, po du me të pyte edhe 100% me koni sinqert. Hajde. A ishe bo në herë deputet, nëse po pse, nëse jo pse? E para nuk është këm ambicje mu bo. E para menoj që kam hala që kam e mësu edhe në sektorin ku jam, edhe në përgjësi për me kuptu pak ma shumë që është funksionojnë për shkak se tregova edhe në fillim, so do që menoj që okej, qëta shpedi që a bojnë, bashkë atëherë dije që ka ikë diçka, sës jënë këgjatë të paparashikushëm. Sot me vetë dikën në Kosovë, më falë, që ka me ndodhë mujë në ardhë, mëse me më pas vetë mu para 1 vjetë, a kena mi mojë 3 parë zgjedhje prej janarit në mars, shabu be që jo. Edhe tjetra është, politika të na është hala sken e sharjeve. Edhe me u bo deputet i bjen dush me u zhyt pak në qëtë loqin e përditshëm ku e para nuk je që ja këthen se s'do me ra në qasi niveli. Edhe është ajo shpreja ku thët arsyeja pse s'dosh mu përla me derrin pa dosh me i ofendu, po arsyeja pse s'dosh mu përla me derrin në lloç është ai e shijon, dytë për lyni po derri e shijon. Edhe e dyta është te na me kon kështu i sinqert, me kon politikan e kini far etikete me një herë. Nuk dvesin që i ke bo para prakesh, po menojnë që arsyeja pse ti e bo që atë. E në anën tjetër pse isha bo deputet është shkak se kam kështu mision personal me po që të ven ma mirë. Edhe unë e di që me qëtë struktur të mënyrës që shbot politik, nuk ka me ka që këj ven ma mirë. E në anën tjetër menoj që hala jemi në pikën ku kejtë qëta që kanë thonë qështu si jënë, kanë përfundu të bo që si qëta tjerë. Kejtë qëta që kanë thonë, okej, që këj me im politik ka me ndrejq, sët
janë të shty qysh po bëhen ma keq sa ata që janë komparativ. Që ma mirë heq. Kështu që jam pak i dekurajum, ma mirë heq për momentin, po edhe unë s'po guxoj me thonë heq, se tani përfundoj sigur ata që janë si me këta kur, edhe në zgjedhje tjera, kështu që po du me mbajt pak neutrale edhe. Kështu tash të shohim. Për fund, zakonisht mysafirët e dhojnë një mesazh për të moshuarit, se ke dhojnë një mesazh për të rinj, kush s'lodhet për të moshuarit. Por unë po du prej teje një mesazh për krejt ata që thonë që janë lodh me zgjedhje edhe nuk kanë me dalë me votu në zgjedhjet e ardhshme, nëse do të ketë, një mesazh për ta. E para, është interesant se qysh krejt me kënë rrënë thot jam lodh për zgjedhjeve dhe në fund dalja apet gjithë është 40-45. E dyta është gabim mos me dalë në zgjedhje. Në fakt, unë menoj që synim afatgjati partive është me ardhur në pikën ku njerëz lodhen me dalë në zgjedhje. So ma pak që dalin, so ma shumë që jesin domethënë pasiv, shumë ma lehtë mi ble. Pra nëse dalin veç 20% zgjedhje, shumë ma lehtë i blin veç 20% qytetarëve, njëra ose pala tjetër s'ka rëndësi, sa kur dalin 60. Edhe asnjë ndryshim për të mirë nuk ka ndodhur prej 20% dalje. Edhe e ke po partitë kanë ndoket një fartute që nëse dalja shumë nalt, është e paparashikueshme ç'a mujnë me ndodhë. Që ata janë e kanë një farë përpjekje me i nxit njerëz me dalë, po e marrin të kontrolluar. Dilni po mos e teproni bash. Mos tani ai garë, sa kanë nënën ke. Kujdes sa po shkojmë. Ti s'keni nevojë vllajat me dalë, atë lën shpej motrën. Kështu që unë besoj që ju kisha bo thirrje me dalë me votu, nuk duhet mu lodh. Në fakt na duhet me ardhur në pikën ku i lodhën partitë. Tu e tepru të lyp zgjedhje. Dhe vim në pikën ku jo pse nuk dalin njerëz ata smojnë, ata sa më pak që dalin kanë me marrë më shumë, se kanë interes. Po thonë jo, ka dalë se nëse mori zgjedhja apet, ku me di çfarë rezultati kam, kështu që po rrim, po merrem vesh edhe tek lyp. Kështu që gjithçysh me dalë në zgjedhje më shumë. Edhe një pyetje të fundit, çfarë më kujtu, nëse morësh me pak fjalë me më tregu çka kish ndodh me neve nëse në zgjedhje dalin 0%. Kërkosh me heq, kërkosh me s'është dalë, o që jenë atu prit, pej mëngjesit ata komisionerat e kush dë që janë aty në për shkolla. Alo, asë një njeri su hisën në shkollë, bëhet ora 7 mbrëmje, më shelën vend votimet. Asë një vot nuk është. Çka ndodh? E por e garant komisionerët i kishin vjedhë që ato që s'janë. Ky lloj i zgjedhjeve të fundit. Po në anën tjetër kështu ligjërisht edhe nëse s'kishin dalë komisionerët, naj politikan kish dalë, që pe votoj veten. Pse të na kena pas politikan që ka thonë ku votu veten, kur janë numëruar çat plas ka dalë se ka votu, kështu që i bjen as ky s'ka diç me votu. E le më tjetër. Po në anën tjetër s'kish ndodhur kur gjë, vetë që ishin përsërit zgjedhjet. Apet mos me dal. Garant që morë në pikën ku dikush thotë ja, që un po dalë. Po bëna unë çaj që dalë edhe e bëj dallimin. Kështu që ne na kena në Kosovë si që dalin, edhe nuk ka me kon kur problem, po qëllimi është mos me lanë me ra dalja në pikën ku bëhet e kontrollueshme. Çaj është rreziku shumë i madh. Shqipënia ka ekzistuar një farë kështu shprehje thotë mi qit në zerr, nuk e di a keni. Ja. Ka pas atje parti që kanë marrë modele në vende tjera, mënyra që kanë ble vota kur kanë dalë pak njerëz është që janë shkuar në ato shqitoret në fshata që janë, edhe ja ka lyp listën e borxhit. Kush ka bërë shpreh, po, edhe ka thonë, "Okej, unë piqes stan 0, unë pjau paguaj borxhin, në kushtin që ata votojnë për mua." Kështu që te na ideja është mos marrë në pikën ku na qesin 0, ku na blejnë lehtë, se tani kur e pi vesh një shqitore në fshat, është shumë lehtë me të blesë, din që vivë s'kemë shku, as dikon tjetër, kështu që duhet më siguru që nuk bim në 0. Eugen, unë këtë përgjigjet i kom marrë pikërisht ashtu që shkom dasht, tu shpresu që edhe ti e kënaq. Unë po shpresoj që s'ke dash mi marrë shto përgjigjet, ka ardhur një interesant, po ndryshe ke shumë kënaqësi edhe formati. Po shpresoj që ata që na kanë ngue kanë kuptuar që si jena bashkë jashtë që shdukëm. Jena mrena ka njerë, dalim ka njerë që marrim edhe na malim, po përgjithësi jena mrena edhe pse dukëm që jena jashtë. Shumë faleminderit Eugen. Shihemi herën tjetër me çdo dashamis, çfarë do të thonë tjetër. Edhe që bëhet puna dhe atëherë me dalin zgjedhje, dinin zgjedhje. Aman zaman edhe ju të tjerë. Aman zaman.